Shikues ndruar të televizionit Bojnë përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën tonë intervist, ku kam kënaqësi që të jem pra mysafir në shtëpinë e doktor Leke Gjokaj, i njohur pra për stomatolog. Do njoftohemi paksa më shumë mbi jetën e tij, mbi profesionin e tij dhe karrierën në sfera të ndryshme. Pra, besoj se shumë nga ju e dinë se doktor Leke Gjokaj pra ka lindur në Rudin të Trieshit, shkollën fillore dhe të mesme e ka përfunduar në Tuz, ndërsa fakultetin e mjekësisë, seksionin pra stomatologjike ka përfunduar pra në Universitetin e Prishtinës, gjatë studimeve pra që i ka zhvilluar në vitet e 80-ta. Dim që pra doktor Gjokaj hap ordinancën e dytë private në Maltëzi, të quajtur pra Dentolek, e njohim edhe si pronar të objekteve dhe afariste pra të shumta, si ajo e butik Corona apo të firmave italiane, gjithashtu të restorantit dikur shumë të frekuentuar Kavaleri, të pompës e benzinës pra OK Oil dhe të tjera. Kam kënaqësi që sot i Gjokaj pranuat ftesën tonë për të na informuar më shumë mbi karrierën tuaj. Ne fillimisht do dëshironim që të mësonim pra më shumë nga vetë profesioni juaj pra si stomatolog, dhe fillimisht do të dim se si lindja i interesimi apo si vendost për stomatologji dhe si u vendost pra për Prishtinën. Së pari të faleminderit për vizitën. Unë kam lind në Rudin, në një fshat të Trieshit, shumë piktoresk, sikur që emri i tij shumë i bukur. Shkollën fillore kam kryer këtu në Tuz, gjithashtu edhe shkollën e mesme. Fillimet e vitit 80, unë kam filluar të studioj në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Mjekësisë, seksionin stomatologjisë. Fakultetin e kam përfunduar në afat, kam diplomua në dhjetor, pensumat dhjetor të vitit 1989. Kam kryer stazhin e praktikantit në Podgoricë, pas një 6 muaj si punë volontare në disa klinika në Poliklinikën e Podgoricës, Poliklinikën dentare të Podgoricës, dhe në disa ordinanca tjera, gjitha shtetënore, atëherë ishin gjitha shtetënore. Kam hap ordinancën e dytë në Maltëzi private, këtu në një shtëpi timen private, dhe kam filluar punën time si mjek stomatolog. Ishtin vështirësina të ndryshme në atë kohë, ishtin mungesat të materialesh, fillime luftrash në ambientin e ish Jugosllavisë, pengesa edhe, si me thënë, politike, pengesa, spitalet i kishin kapluar një farë influencet e madhe politike, koha e Miloševićit e tjera, cilat dushin përballuar, por si stomatolog privat, nuk hasa në shumë vështirësi, kisha disa kolegë me të cilët bashkëpunojsha tërë kohën, ishte drejtori Poliklinikës në Podgoricë, Slobodan Radonić, dhe shoqja e tij e cila ishte teknike e parë dhe ma e afta në Maltëzi, me cilën kisha një bashkëpunim shumë të mirë, dhe me kolegën Slobodan Radonić, i cili ishte kirurg oral, dhe bashkëpunojshim ashtu në mënyrë shumë profesionale dhe korekte. Ajo punë vazhdoi tërë kohën, pa asnjë problem, si më thënë, profesional. Ambienti ku punohej ishte i përsosur, ishte ambient për atë kohë, po edhe për sot, domethënë ajo ordinancë ka qëndruar deri para disa vitesh këtu në Tuz, dhe punojshim gjitha, si me thonë, intervenimet stomatologjike për pos kirurgjinë, në cilin ja i drejtojsha pacientat e mi, tek kjo klinikë e cila filloi edhe doktor Radonić të punoj si stomatolog privat. Kjo ishte, si me thonë, koha kur pra po thonë, mungojshin edhe materiale, mungojshin edhe kontaktet, sidomos me region, për arsye se ishin fillimit të vitit 90, dhe kishim, si me thonë, kontaktet të mengta me region, për arsye se ishin luftna
në ishë Jugoslavi. Në atë intens, unë duke kërkuar materiale, po edhe metoda të reja të ashtu, shkoha në vitin 1993, në Itali, kisha rastin të shkojnë si musafiri një kompanije shumë të zhvilluar i Jusko, të cilët me ftuan në prezentimin e materialeve për implante, të cilat ishin, si të thonë, në zona filen e zhvillimit në atë kohë. Dhe atje mora disa metoda, që ndruam atje një nëndit në hotel Sheraton, kujtohet në Bari, dhe prezentova disa metoda të reja të implantologjisë, morë me disa videokaseta, atëherë ishin në të videokaseta, më kujtohet një 13 videokaseta të metodave të cilat do të më ndihmoshin në praktikën në ordinancën time. Mirë po, fatkeqësisht atëherë ishte këtu koha e krizave të mëdha, të embargo e këtu ishte rroga 15 marka, si thonë, ishin atëherë në qarkullim, e ato ishin shumë shtrenjta për pacientët e mi, ashtu që ato mbetën vetëm diku në arhivën time, dhe unë vazhdova prapë të punoj si stomatolog, si më thonë, me këto metodat që veç i kisha të përsosona. Vitin 1997, isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një vizitë familjare, dhe atje prapë isha në kontakt me profesionin tim, kam një kushi i cili është tash dentist, dhe atëherë ishte student i stomatologjisë në Michigan State, në Detroit. Shkova aty në klinikë, i mora informata se çka duhej për nostrifikimin e diplomës. Pasandej isha në Ann Arbor është universiteti më i zhvilluar, më i njohur në Michigan, për stomatologji edhe duket një treti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe atje i mora formularet dhe u interesova për të vazhduar nostrifikimin dhe përkthemin e diplomës sime. Isha edhe në Los Angeles, atje të një kushin imja, Lula Malota, që në do të përshëndes, dhe atje i morë me gjithë informata se çka duhej për përkthemin dhe nostrifikimin e diplomës. Nuk ishim as probleme materiale për të cilër ato shpenzime, por se vendosa që nuk shkojnë. Prindët e mi ishin shumë kundër asaj ide sime, kisha ordinancën këtu timen, kishim të ardhur materialet mjaftueshme dhe nuk doja që t'ja prishi vullnetin, vendosa të kthehem në vendin tonë, vazhdova prapë punën time, dhe që ashtu kohë mas kohët, erdhi koha e luftës në Kosovë, unë u shpërngula në Itali për një 3 muaj, u vendosëm atje në një qytet afër Peskares, në qytet e vogël Pineto, i cila i përngjan tek kështu si Tuzit, ashtu në qytet e vogël. Atje qëndruam me vllaun dhe familjen e tina një 3 muaj, derisa përfundoi luftra në Kosovë. Atje u angazhova në shoqatën e stomatologëve të Italisë, kisha disa kontakte përmes tyre shokëve të mi me të cilët bashkëpunoisha atëherë kohën dhe kolegëve. Atje u interesova për të angazhohem të këta. Ata me caktuan që të shkojmë në Shqipëri, që të shërbejmë refugjatët të cilët ishte një kamp afër Durrësit, mes Durrësit dhe Tiranës, që t'i shërbejmë, domethënë duhej që t'i shërbejmë ato për nevojat elementare, domethënë stomatologjike në atë kamp, e kishin një ordinancë të improvizuar, isha prej Peskares shkuar Milano, atje në takim me ta, u organizuam që të shkojmë atje që të shërbejmë si stomatolog në atë kamp. Mirë po, fatmirësisht, lufta përfundoi, unë isha në turnin e 3, duhej të shkoja diku ka 16 qershori, mirë po, refugjatët fillon të kthehen në Kosovë, ashtu nuk shkova atje, por isha i caktuar në atë ekip, ishim 2 mjek dhe 2 ndihmëse, 2 motra medicinale. Vazhdova punën me inercion, mbasi kom të shikuar shumë të mira materiale për prindët mi, fillova të investoj këtu në këto ambiente të cilat kisha trashëguar. Dhe ashtu
pak me inercion unë dava për profesionit, tek unë filloj të punoj doktor Darko Bojanis dhe Marina Çugurić, punuan në ordinancën time, unë vazhdojsha kohë mas kohë të punoj të përcjellë disa pacienta, por merrsha edhe me biznes. Fatkeqësisht ishte zgjedhje mirë, po ashtu ndolli me inercion, pra po them, vazhdova të hapi disa lokale, disa objekte dhe Atëherë, para se të kalojmë tek çështja e biznesit, do dëshiroja të theksojmë edhe disa çështje nga profesioni juaj si stomatolog, pasi që thatë nuk ishte zgjedhje mirë për çfarësye thoni këtë, dhe patjetër duhet të di se nëse ishte e vështirë në atë periudhë që të vetëdijsohen njerëzit që të shkojnë tek ordinanca private, që të marrin trajtime më të shtrenjta me kualitative, si ishte ai periudhë? Po të tregoj të vërtetën, asnjëherë s'kam pas probleme me profesionin tim. Mbasi atë askur nuk e kom trajtuar si biznis, po e kom pas vetëm si vullnet, dëshirë. Normalisht se shërbimet edhe janë paguar, por nuk i kom pas si burim të ardhmëve të mia elementare. Një, edhe dyta, unë e dua shumë profesionin tim, pra ta tha që fatkeqësisht nuk kam dashje të largohem. Por ishte ashtu si rast i veçantë, një ofertë të cilën nuk e refuzova për një punë me veshmase, më thëndej hapa një pik karburantit, një restoran, ashtu një nga një, derisa ato shkojshin me inercion në zhvillimin e vetë, edhe gjitha ato punë nuk i kam bërë me shumë vullnet, për atë arsye as rezultat shumë të madh nuk kam pas për aty në biznise, por fatkeqësisht, pra po them, profesionin tim e zoglova, nuk e kam lënë askur krejt, por përmes tyre kolegëve, ordinanca ishte çdo herë hapun, por se unë nuk isha çdo herë atje. Kom pas, si më thanë, përvoj të mirë me gjatë gjithë kohës ime, aty e njësha vetin. Mas mirë, gjithmonë mungoj ka jo, dhe çdo biznes që kam bërë, ndoshta e kam bërë me gjystë forcës, me gjystë vullnetit, pra të arsye dhe nuk kanë qenë shumë suksesme, po as nuk ka shumë rëndësia e punë, si më thanë, nuk kom pas as do një dam të madh, po, si më thanë, nuk mund të vdohem me një biznes të zhvilluar në atë një. Atëherë si është që të jesh afarist pra në vendin tonë, pasi që dim që ke pas profesionet të ndryshme të cilat i cekt, dhe patjetër se jo besoj se të gjithë teleshikuesit e mbajnë mend nga periudha kur janë bashkuar Malësia dhe Mërgjimtaret edhe në restorantin Kavalieri dhe bizneset e tjera. Çfarë mund të na veçonin nga këto, diçka nga përvoja juaj? Po secili nga këto biznise ka njësoj, si më thonë, përvojet të veçantë, si në restoran Kavalieri na kem filluar si një restoran ekskluziv, ka qenë restoran i parë në Tuzë ekskluziv. Ku njerëzit vishin familjarisht në ushqimin, kam pas një fontan aty të bukur, një ambient shumë bukur. Pasandej, si më thonë, me kërkesa, filluam të mbajmë edhe muzikë të gjallë, ku shumë herë kanë këngëtar shumë të njoftun prej Nikonik Prelaj, Gëzim Nika, e tjerë mos i përmes Leonore Jakupi, që më kujtohet, Shkurt e Fejza, gjithë kanë kënua aty. Kem pas një bashkëpunim të mirë me Nikolën dhe me menaxherët e tina. Kishim shumë vizitorë në atë restoran, pak edhe zhurmë edhe në atë vona, kishim pengesë administrative, ato u shëndruan në pengesë, si më thonë, të përgjithshme dhe ndaluan mundësinë që të mbajmë atë muzikë. Ashtu në saj përket restoran Kavalieri, saj përket veshmases, kam punu disa vjetë me një kushinj, Anton Gjoka, i cili është njëjtë afarist, shumë i zhvilluar, cilin duhet të përshëndes, dhe me ta kishim, si me thonë, kontakt rastisht me një kompani shumë zhvilluar në Napoli, cili në ofroj veshmaset, a i bajke shitjen, transportin, e kështu unë kisha kontakt ma që i flasë edhe italisht, me atë kompani atje dhe zhvilluam disa vjetë, kishim një butikë në Podgorit, i që ishte shumë i sukseshëm, masandej i hapëm edhe një shitje me shumicë të në Tuzë. Dhe ashtu vazhdoj e punë disa vite, masandej filluam këto qendrat komerciale të mëdha të Vink Hall, atë punë e zvoglova dhe në fund e mbyllëm. Unë kisha hapa një pikë karburantit këtu në një trulltimin, ajo pra punohal me të disa vjetë, edhe ata kom, si më thonë, e kom shqitë, dhe tash kom disa lokale këtu
punët, kam të ardhën më të mjaftueshme për mua dhe familjen time, dhe si më s'kam diçka të veçantë që të çoj prej tyre. Kjo, si më thonë, puna ishte edhe ajo pak interesante, kjo veshmate ishim në panajiret modës në ter Itali, Milano, Bologna, Firenze, ishte pak interesant, kohë mas kohët, por s'mund të krahasohet në profesionin tim, normalisht. Tha që gjitha ato i kam zogluar minimum, dhe vendosa, që gjitha këto i përmballësova një farë mënyre të vendosa që të provoj edhe një herë që të nostrifikoj diplomën time në Shtetet e Bashkuara dhe në vitin 2014 sërish shkova me familjen time në Shtetet e Bashkuara. Dhe dëm të dim pse vendoset që të largoheni për në Shtetet e Bashkuara pas të gjithë kësaj eksperiencë dhe përvojë këtu dhe kushteve të mira. Mund të them se ndoshta është një aventurë imja. Edhe një dëshirë kisha, ju e dini se populata jonë është ndoshta më shumë se gjymë sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam shumë shokë dhe shumë familjarë të mi atje. Më thonë, kisha dëshirë që t'i kthehem në mënyrë të denjë profesionit tim, thoj do të bëj nostrifikimin e diplomës ime, të mund të punoj edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka shumë njerëz tanë, të cilët ishin edhe kryesisht pacientët e mi, këtu kur do të vishin vizita. Dhe më duke i shumë joshë ajo se ishin 2 teste me sa kisha unë informata atëherna, 2 teste të cilat duhej t'i japja, nuk e kisha problem sa i përket anës profesionale, kisha problem me gjuhën, kam edhe tash në anglisht në pak si pëngesa, po thosha do t'i ka përcej ato, mirë po kur shkova atje, pak situata ndryshoi, fëmijët filluan të shkojnë në shkollë, isha shumë i obliguar rreth tyre, e atje u informova se nuk duhet vetëm të hyj në teste, të cilët pra nuk paraqiteshin ndonjë problem të madh, por ishte problemi se duhej edhe të shkoj 2 vjet si student i rregullt. Nuk isha as në moshë të shkoj atje edhe kisha shumë obligim ndaj fëmijëve. Djali Tomi filloi të luajë futboll, ishte shumë i suksesshëm, kishte shumë angazhime rreth tij, duhej të vozisja në stadiume të ndryshme. Michigani është një qytet ashtu pak si hapur, ato stadiume janë të përhapur në krejt Michigan. Zana prap vajza e madhe ishte në shkollë, filloi të frekuentoj edhe praks në një spital aty. Duhej të i vozisja, se në Michigan ashtu funksionon jeta, domethënë diçka shkon me makinë. Vendosa që mos të vazhdoj atë proces, po bleva disa mjete të profesionale, të cilat doja që t'i bie ka, që t'a renovoj ordinancën time, llogarit që do të qëndroj në Amerikë 1 vjet, 2, ku fëmija do të mësojnë gjuhën, unë do të marrë një përvojë, ma që kisha dhe kushit atje njani është dentist, dhe tjetëri është teknik dentar, përmes tyne do të marrë edhe një përvojë 3, edhe do të filloj, do të vazhdoj punën këtu, do të renovoj ambientet e ordinancës ime, se veç ju ba 25 vjetë të cilën e mbajsha me ato mjetet të atëhershme. Ato mjete i grumullova i prunën në shtëpi, pak grumullova bajgi shumë ose mjete stomatologjike, po mbash që isha dhe i angazhuam rreth fëmijëve në sport, dhe në shkollë tyne ishin me nota maksimale, mësojshin gjuhën, ishin adaptuar fort mirë. Unë me inercion fillova të përdorja të mjetet të disa njerëz të cilët me afroshin, nishin si mjek stomatolog. Fillova të punoj në shtëpinë time, ajo punë vazhdoi. Njesha vetin fort mirë, fëmija shkojshin në shkollë, gjithçka ishte si ma bukur, kisha premtime dhe se do t'i rregulloj dokumentacionet të cilat i vuna në procedurë. Dhe ashtu vazhdova me atë punë, po i thom isha shumë i kënaqur me raportin tim me pacientët, e nisha vetin fort mirë. Kishim edhe të ardhmë të mjaftueshme, gjithse kem edhe prej kant kishim të ardhmë të mjaftueshme, gjithçka ishte në rregull, ngojshin familja këtu dhe shoqëria, malësia në përgjithësi, por vendosa që të qëndroj në Shtetet e Bashkuara derisa të përfundoj edhe Tomi shkollën e mesme. Tomi tash është maturant, është në shkollën amerikane në Prishtinë.
Fatkeqësisht kjo u ndërprej para 6 muajsh dhe ne u dasht me lunë që të lëshojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një përvojë shumë e keqe dhe hillt për ne. Më vjen shumë keq për ma shumëtit se Tomi ndërpreu sportin dhe shkollën, ishte shumë i sukseshëm, filloi me futbolin evropian, si thonë këtu, me futbol, dhe vazhdo me futbolin amerikan, ku edhe i kishin premtuar dhe shkollim falas, atë janë shumë një favor i madh Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fituan vendin e parë me futbolin amerikan vitin e kaluar, bile dje ka qenë një datë kur kanë fituar vendin e parë në krejt Michigan, është sukses i madh për ekipin e tyre. Dhe ashtu kishte tonë verën, kishte ftesa që të kthehet atje, bile me supozime se do t'i ndihmojnë të nxjerrin vizën, dhe të shkoj atje me vizë studentore, të vazhdoj sportin dhe shkolla, mirë po ati i u prish mas që unë isha u burgosa në atë kohë dhe u deportova me lunë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte një padi anonime, e tjera histori gjatë, po në përgjithësi tash Zana ka mbet në Michigan, është duke studiuar stomatologji në viti i parë. Tomi është maturant në Prishtinë, në shkollë amerikane. Lora është në shkollë në Tuzë, është duke mësuar pak shkrim lexim, se ka shkuar atje si në Çerle. Ka mësuar atje 4 vitet e shkollës fillore, tani është në vitin e 5 në Tuzë. Dhe kjo është shkollë. Kjo çka sa i përket biografisë. Atëherë, ju thatë se dhe vajza ju e ka marrë të njëjtin profesion si ju, po trashëgohet kjo nga brezi në brez, apo jo? Po, ishte dëshira e saj. Të thonë vërtetën, po, jam i kënaqur me atë, si më thonë, vendim të saj. Ma i kishte një dëshirë, sot duhet të marrë diçka aplikimi i teknikës në mjekësi, i shkoj ke shumë mirë matematika, dhe këto landë natyrore, biologi, fizik, kimi, thomë, po nëse do në ta merë presionin tim, me njëherë vendosi, është në vitin e parë, është duke i shkuar puna mirë, është në Michigan State, në Detroit aty, është universitet shumë i mirë, i zhvilluar në Shtetet e Bashkuara për atë profesion, dhe është duke vazhduar. Tomi njëjtë është në Prishtinë, viti i fundit, American School of Kosovo, ka marrë edhe disa lanë të lamisë mjekësore, do të shohim, do të do të vazhdoj profesionin tim, kisha me pas dëshirë, po do të vendosi vetë. Atëherë, u kthyehet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka 6 muaj apo jo, që thatë, ne dëm të dimë se si është duke vazhduar për ju jeta në Malësi, çfarë mundësi ofron pra Malësia, ne shohim që gëzoni një shtëpi me standarde më të larta, nuk e di nëse i posetojnë në Shtetet e Bashkuara të tilla, dhe që tha që keni ardhura mjaft të mira, si po gjendeni këtu në Malësi? Po, Malësia dhe ky ambienti, si më thënë, krejt Ballkan nuk ndryshon shumë për disa vite, ata isha dhe i vetëdijshëm. Isha atje gati 5 vjetë, nuk ishte ndryshime të mëdha këtu, ndoshta pagës për riparime këtu në shtëpi, dhe gjana të vogla, nuk ka pas do një ndryshim të madh. Unë kisha një proces gjyqësor atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se unë u gjinda me ato mjete në shtëpi, nuk isha duke punuar, po u gjinda me ato mjete në shtëpi, pra po thëmë kisha një padi anonime, dhe ato mi konfiskuan gjitha, në mua më burgosën, kisha një proces gjyqësor, ku lirova pas një dënim, ato mjete dhe mi këthujnë sërish, dhe ato mjete i kam prunë këto, i kam këto duke instaluar, do të filloj një praktikën stomatologjike si për para, edhe kjo do të ngjaj mrena disa, do shta ditëve, jave, jemi në procedurë të instalimit të tyre, jeta tjetër, probleme ekonomike në nuk kem pas asnjëherë, si më thonë,
tjera ambienti këto i punës është ndoshta pak e zëllë maj mirë, maj konsoliduam sa i përket stomatologjisë, ka ma shumë oferta edhe këto. Po i shoh disa metoda stomatologjike të cilat atje kom menua se ende nuk kanë arrit këtu, kishin arrit. Kam gjetë bashkëpunim me teknik, me cilin do të punoj. Menoj se do të shkoj diçka në rregull. Do të them se do të koncentrohem maksimalisht në profesionin tim si stomatolog dhe do tjera do t'i lanë të shkojnë në rrugës vetë. Atëherë, pra pacientët tuaj, me përpara që ishin, do të thotë mund të shpresojnë një armë të shpejt, të rikthehen tek ju apo jo, do na zbuloni më shumë se ku planifikohet hapja e kësaj ordinance. Do të tregoj, unë gjithmonë kam pas pacientët mjaftueshëm, kam kontakt me njerëzit tonë në Shtetet Bashkuara dhe gjetiu, nuk dyshoj se do të kam punë të mjaftueshme. Të thonë vërtetën, unë në atë profesion e ndjej veten shumë mirë dhe kam me siguri do të ketë të ardhmat mjaftueshme për atë punë, do të aplikoj disa metodat të cilat i kam aplikuar atje, dhe materialet të reja, dhe metodat të reja që përdoren sot, edhe vjen mirë se edhe këtu kishte ordinancë dhe kolegë të cilët punojnë punë profesionale si edhe gjetiu, do tash informatat shkojnë shpejt duke u shpërndar dhe menoj se do t'jetë çdo gjë në rregull sa i përket profesionit. Këto gjëra tjera janë në rregull, po ju them, kem pak më ngojnë fëmija, jam pak dam, kem pas një trazim, si më thonë të tash, isha ide që të përfundoj domi shkollën e mesme në Shtetet Bashkuara, ku do të vazhdoj ndoshta të studioj atje, dhe të përqia dhe Lozanën vitet e para studimeve, dhe llogaritëshat të vi këtë verë që vjen këtu, pa marrë parasysh prej dokumentacioneve të cilat i kisha atje në procedurë, llogaritshim se i kem në procedurë të rregullt, mash që jam Burgos, në kanë ardhur vendimet prej emigracionit se duhet të lëshojmë, mu isha veç i Burgos, kanë ardhur dokumentacionet se duhet të lëshojmë Amerikën në atë kohë. U deportuan Tomi dhe bashortja dhe vajza e vogël Nora, e unë qëndrova, kisha një ndalesë aty në organet e emigracionit, nuk më lejojnë të vi në shpenzimet mia, po më thanë do të më deportojnë. Ishte një përvojë e hillur, s'kam qenë kurrë në gjykatë as një faret. Dhe ky procesi gjyqësor i parë i cili ishte për punën time kinse ilegale, nuk ishte as një diçka i vështirë, më liruan pas një danim, kisha vetëm danim të mundësisë të punoj në atë mënyrë, isha dhe i vetëdijshëm. Mi po organet e emigracionit në Shtetet Bashkuara tash janë shumë, si më thënë, tash për njerëz të ardhur, pra po them nuk isha i vetëdijshëm se nuk i kam dokumentacionet në rrugën të rregullt, se ashtu kisha një premtim. Po, si që thonë, ku ka premtime shumë, do të me marrë çantën e vogël, apo kroshën e vogël. Unë jo se nuk pata molla në të krosh, po më duke mi vundu bomba. Atëherë, nuk do të dëshiroja që të theksojmë të për shumë ato çështjet e hidhura dhe përvojën e keqe që ke pasur gjatë gjyqit pranë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për vetë faktin se ndoshta edhe televizionistët tanë kanë pasur mundësinë që të shohin pasi që është përcjellë dhe mjaft pranë në media, kemi pasur që keni pas dhe një avokat të mirë që ju ka prezantuar pranë në mënyrën më dinjitoze. Çfarë mund na veçoni tjetër nga ky proces gjyqësor? Po, si që thaqë më parë, unë nuk isha i vetëdijshëm se sa është ajo një vepër penale, nuk isha asnjë farë reklamet për punën që i bëja, vishin njerëzit e mi, kryesisht mos pajt familjare të shoqënia, kisha një bashkëpunim të mirë me një teknik nga Korça, Altina Gollin, që kam qeftë të përshëndes, dhe ashtu me inercion fillova të punoja ndoshta edhe pak më shumë se edhe sa duhet, kisha kërkesa për dite më shumë, po thom, kurku nuk jam reklamuar as
mas paktit për atë punë, por se njerëzit vishin, nuk mund t'i refuzoja. Një ditë gjatë orëve të mëngjesit, kur fëmija ishë në shkollë, erdhen si befa, thashtu, organet e shtetënore në Burgosën, ishte një gjanë shumë e papritur, fatkeqësisht e kisha edhe nanën aty në Burgosën, aty mua dhe bashortën në sytë të saj, ishim në organet hetimore pak ditë, u baje punë shumë mediatike, gati gjitha mediat e Michiganit, më duket edhe këto viset të Ballkanit gjithku është paraqita, jo nuk isha i vetëdijshëm sa është bani puna që madhe, po mediat më duket ishin pak edhe provokuar, kishin edhe interes për një përcjell ata në mënyrë pak më detale. Fatmirësisht nuk gjetën asgjë aty, unë ju deklarova dhe përmes avokatit tim se jam stomatolog tash 30 vjet dhe nuk kam bërë asnjë vepër penale, ata për shqyrtimet matutejshme dojshin të dinë se kam do një vepër penale dhe kam mbajtën pak më gjatë ashtu në ato organet e paraburgimit. Avokati im Palok Lulgjura, i cili do të përshëndese, mbrojti në mënyrë shumë profesionale dhe mbrojti edhe emrin tem edhe si profesion edhe morale, kupton, kisha si më thënë, nevojë për mbështetje, kisha mbështetje maksimale prej tij, por se mbrojti edhe para gjyqit, edhe para medjeve, ka një intervistë shumë të sakt, por edhe të ashpër ndaj medjeve, se, si më thënë, kishin ato komentet e ndryshme, këto edhe në rrjeta sociale. Fatmirësisht, unë u lirova në të parin gjyq, të parin herë që dole në gjyq, të rrëva për para, pas një akuzë, vetëm me ndalim të mundësisë që të punoj si stomatolog Shtetet Bashkuara, mirë po atër organet e emigracionit të morën prej aty në ambienteve me një herë dhe kisha atër procedurë me ta. Kisha procedurë të këta të cilët ju deklarova në start se unë nuk duhet që ndroj Shtetet Bashkuara, duhet të largohem vullnetarisht nga aty. Ata sa më do të hish procedurë, bile herën e parë dola pa avokat, do të kesh një avokat, sa unë nuk do proces në Shtetet Bashkuara, do të kthehem në linjën time, procesin gjyqësor e kam përfunduar. Mirë po ata mbajtën në disa kohë, derisa organizuan ata kinë se me më deportua, dhe ashtu ndodhi më deportuan vetë. Dhe kur erdha këtu, bile menoj isha se nuk do të ketë pas informacionet të tilla, dhe në për Podgoricë dhe kësaj që njerëzit e më narim njofin si për aty në si medjave dhe më thonë, të kem pas në televizor, ashtu, si më thonë, një përvoj pak e keqe, po nuk ka do një përshkrim të keqe ajo punë, për posë se kom qenë aty, kom qenë, si më thonë, ato ambiente, dhe pra bëllëm nuk kam pas asnjë penges ndaj pacientave, prej tyre, prej pacientave të mi, as për farë dëmtimit, as për farë dëmtimit, as material, as shëndetësor, por se janë organet të shtetënore të cilet për shkak të mungesë licencës Amerikës, më kanë ndalua punën dhe më kanë deportuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të falenderoj gjithë ata të cilët kanë pas besim, po thonë besim për arsye se kanë ardhur një ambient shtëpiak, të cilët kanë qenë pacientët e mi, të cilët më kanë përkrahë edhe ma vonë, edhe tash kam shumë njerëz që më kontaktojnë kohë mas kohët dhe bile pyesin kur do të hapi ordinancën timet që të vinë, do të vinë të vazhdojnë proceset ose të punojnë ato që kanë pas ndërmend, kanë qenë caktuar, kam pas një grunë baji shumë, kam pas shumë pacienta në kohë të fonit. Ashtu me energjicion bile, e kom provuar të në kohën, dhe thoma, nuk kom nevoj me më qodi ka dikush nevoj të të vinë, s'ka problem, do t'i marrë, ndote për shumë, në orë të vonat natës vinë dikun me dhimbje, si që janë, si më thanë, njerëzit që vishin, rishtazin në Shtetet e Bashkuara, derisa gjenshin, kishin dëgjuar, Michigani është plot shqiptar, thomë, fatkeqësisht, janë shpërngul, por janë të koncentruam aty rreth atyre fabrikave të
Detroitit dhe më njëherë kanë dëgjua për mua se jam duke punuar, ma se ndejnë aty rreth kishës katolike, aty frekventojnë gjithë shqiptarët, aty mbahen koncerte, mbahen dasma, shumë njerëzit me njëherë kanë ditë se jam atje dhe do të thomë kam pas përvojë të mirë aty disa herë për shkakun njerëzit gëzoshin se kanë gjetë një dentist ku mund të shkojnë kur ju konvenon dhe pa një procedurë administrative atje. Mjek stomatolog fitojnë shumë lek, janë shumë shtrajt shërbimet dhe është procedurë dhe me ardhë dhe një termin ashtu, nuk mund të shkosh ti për shkak një dhimbje në letën, mbrëmje të një dentist do të caktosh me ndoshta me ditë. Dhe ashtu edhe kanë pengesa dhe me gjuhën për njerëzit që shpërngulën. Fatkeqësisht po them prapë për ditë vinë nga Shqipëria e Jugut, kryesisht nga Kosova për ditë shpërngulën njerëz në Amerikë, isha si më thënë si mjek popullor aty kisha punë mjaft dhe isha stabilizuar me atë punë, kisha u pak edhe ndjenën se jam të punon në shtëpi, nuk është ambient punët, por se ishte, po them, me inercion, vazhdoa një nga një, njerëzit vishin, ata mund të vi, s'mund t'i refuzoja, kisha edhe obligim moral edhe profesional që t'i pranoj, dhe ndodhja që ndodhi në fund, kisha atë penges të madhe që nuk mund të vazhdoja në atë mënyrë, po unë isha e vetëdijshëm se nuk do të mund të vazhdoja në atë mënyrë dhe do të ndërpreja një kohë që kisha planifikuar, ajo do të ishte përfundimi i vitit shkollor, këtij vitit shkollor, kur të përfundojnë fëmija vitin shkollor të kthehen në lindje. Pas kur s'kam menuar në atë formë që të qëndroj atje, ma gjatë se 2-3 vjet, po ndodhi që qëndrova 5 vjet, gati 5 vjet, dhe tani gjendemi këtu së bashku me ju. Atëherë, ne na vjen keq përgjithës këtë eksperiencë të keqe që është dashur të ta kaloni, ta ndërpritni edhe kontributin tuaj për bashkëvendasit të cilët jetojnë atje, por më në fund ne ju kemi këtu edhe na gëzon fakti që do kemi mundësi që banorët e Malësisë pra të gëzojnë shërbimet tuaja dhe me hapjen e ordinancës, të cilat thatë se do ofrojnë edhe shërbime të ndryshme, të avancuara. Të shpesojmë edhe për bashkëpunim edhe pse jo dhe me televizionin tonë që t'i vetëdijsojmë popullin, edhe pse besoj se është pak sa vetëdijsimi më i lartë se viteve më përpara për ruajtjen e shëndetit oral. Dhe patjetër do jemi këtu që të bashkëpunojmë. Unë mund t'ju premtoj se mund të organizojnë së bashkut një emision mujor, për shembull, për preventiven stomatologjike, ka shumë rëndësi tek fëmija, bile unë jam pak edhe i mërzitshëm tek pacientët e mi, se gjithmonë insistoj të higjiena orale, dhe të metodat tjera të mbajtjes së shëndetit oral, për arsye se ka shumë rëndësi preventiva në stomatologji, është shumë e rëndësishme, që ti mirëmbajnë, që ti parandalojnë smundjet e llamëve dhe të gojës dhe të aparatit mbështetës të llamëve të cilët na i përcjellim. Ose mund të organizojmë një emision së bashku me ju. Mujor do të kam një ordinancë për fillim me në këtyre ditëve me kolegen Marinën, e cila ka punuar këtu tek unë në Podgoricë, mas që kem një ambient të gatshëm. Dhe ma vonë do të organizoj këtu një klinik, mendoj një klinik pak më të madhe këtu në ambientet e mia, jam duke riparuar një objekt të cilin kam pas një përvojë të keqe, ma kam pas dëmtuar pak, por tash kam gjithë ato lejet e nevojshme dhe do të vazhdoj aty, mendoj se brenda një viti do të kem një poliklinik, do të kem edhe shërbime tjera, ndoshta në të dermatokozmetikës dhe kem ambicjen atë drejtim bajegi shumë. Tar për tar do t'i kemi gjitha shërbimet stomatologjike me në disa ditëve në ordinancën time në Podgoricë, që janë të përbashkë me doktoreshën, dhe do të angazhohem që të kontriboj në shëndetin oral të njerëzve tanë, për arsye se llogarisë në shumicë e pacientëve do të jenë njerëzit që më njohin nga këto trevat tona. Pasi unë jam dentisti, stomatologu i parë në Malësi, dhe me njohin, 30 vjetë jam këtë profesion, kam ambicje të vazhdoj kryesisht në këtë profesion,
do më thënë gjitha tjerat aktivitetet do t'i zvogljojnë minimum, do t'jam i përkushtuar pacientëve të mi, profesionin tim, të cilin e dua shumë, dhe amanetit të atyre që të me drejtuar në këtë rrugë, doktor Lukas dhe prindëve të mi. Atëherë më vetë që të shirojt punë të mbarë dhe pa tjetër të uroj që të trashëgohet edhe ky profesion si që thatë edhe me fëmijët tuaj, pasi që është një trashëgimi familjare të cilin ju e gëzoni. Po faleminderit, shpresoj zanave që më duke studiuar, Tomin, jem duke biseduar, do t'i jap informatat e duhurat atina, do t'i ndihmojnë nëse vendos kallë profesionin e historisë e politikës e ka shumë të afërt, është në të, si me thënë, dilema, do të vendosin me në aktivitet shkollor. Do të gjejmë bashkëpunëtor këtu, me siguri, ka shumë kolegë, tash është edhe Fakulteti Stomatologjisë në Podgoricë, ka kolegët cilët janë të interesuar për punë, kam disa bashkëpunëtor këtu për punë teknike, kam kolegën Marina dhe Darkun gjithë në kontakt, kam disa profesionet tjera për këto subspecializimet për bashkëpunim dhe do t'i kem gjitha ofertat e nevojshme për shërbimet stomatologjike që duhen. Atëherë, doktor, mua më mbetet që t'ju falenderoj që na pranuat në shtëpinë tuaj, ndatë me ne pjesë nga jeta dhe eksperienca dhe përkushtimi juaj pra si mjek stomatolog dhe pra përvojat të tjera. Falenderit që ishit me ne. Falenderit juve, mirupafshim në emisionet tjera. Shikues të nderuar, ju falenderojmë dhe ju që qëndruat së bashku me ne deri në këto momente, të kohemi së bashku në të tjera emisione. Mirupafshim.